Kapitulli 7. Kur jam I dobët. Shumë të rinj e fillojnë shërbesën e krishterë duke besuar se ata janë të krishterë të përkushtuar dhe energjik. Ata nxiten të mendojnë kështu edhe nga komplimentet e pastorëve dhe miqve të tyre në kishë. Madje ndoshta kanë arritur në rrethanat e tyre të ngrihen mbi nivelin e krishterë mesatar. Por shërbimi në vijën e zjarrit I ndërgjegjson ata gjithnjë më shumë për fjalët e Jezusit. Pa mua nuk mund të bëni asgjë. Gjoni kapitulli 15 vargu 5. Përfundimisht, të gjithë punëtorët e Krishtit vijnë, nëse janë të sinqert, në një pikë ku ata nuk munden më të apohojnë për kushtimin e tyre ndaj Zotit pa e peshuar mirë. Ata e kuptojnë që nuk janë si Hudson Taylor apo George Muller apo C.T. Stead. Përpasoj, mund të bien në depresion të thellë, meqense vazhdimisht përpiqen pa sukses të bëjnë heroizma të mëdha. Arrin në përfundimin se për ta nuk ka shpresë. Ka një ilaç për këtë. Robert Murray M'Cheyne ka thënë dikur se për çdo vështrim që I hidhte vetes, vështronte 10 herë nga Zoti Jezus. Ai e kishte braktisur shpresën tek vetja, por kishte një shpresë të pakufishme në Krishtin. Misionare predikues të shquar të krishtërimit, për M'Cheyne dhe për ne, dështimi I plot mund të jetë I nevojshëm për të na bërë të kuptojmë se shpresa jone vetme është tek Jezusi. Dhe nuk është tek Jezusi plus një organizatë e fuqishme ose tek mjetet të tjera, por vetëm tek Jezusi. Fal apostullit Paul, ne kemi për shembull një njeri I cili e ka provuar këtë rrugë drejt fitores. Por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë. Letra e 2 e Korintasve, kapitulli 12, vargu 9. Kur ndodhesh në një situatë të vështirë, kur demonët e përçarjes, e kriticizmit, e keqkuptimit dhe të konfuzionit të shtrëngojnë si në darë, kujtoni këto fjalë. Hiri im të mjafton. Pak të njohuri dhe pak të konfidencë nuk mund të mbjetosh në luftën që të pret si dishepull I Krishtit. Alexander Duff, shenjti skocez I Perëndis, e dinte koston. Duke derdhur lot përballë turmës, ai pyeti nëse Skocia kishte më dhe bi të tjerë për të dhënë. Kur mbretëresha Victoria bën thirrje për të shkuar vullnetar në Indi, me qindra përgjigjen, u kujtoi ai atyre. Po kur mbreti Jezus bën thirrje, askush nuk shkon. Mbi zotroi një heshtje vari. Në qoftë se askush nuk do të shkojë, vazhdoi ai, atëherë unë do të kthehem. Do të kthehem dhe do t'i le eshtrat e mia të prehen pram lumit Gang. Kështu India ta di se Skocia ka të paktën një. Pavarësisht nëse mbetemi natëde apo shkojmë jashtë shtetit, thirrja e Krishtit për ne është një thirrje për luftë. Armiku është I fuqishëm, ai po çon shpirtrat në ferr. Qoftë edhe duke I tërhequr me forcë, qoftë duke I mashtruar. Ai po shkatërron shpresat dhe planet e njerëzve mbi tokë. E megjithatë Jezusi mund ta mposhtë atë nëpërmjet çdo të krishteri që vesh armaturën shpirtërore. Shpresa jon pra nuk është në veten tonë, por në Zotin Jezus, I cili është I mjaftueshëm për ne. Cilat do qofshin në rrethanat, Perëndia na premton. Hiri im të mjafton. Dikush ka thënë se hiri është pasuria e Perëndis me shpenzimet e Krishtit. Bëhet fjalë për pasurinë e Zotit të pafund, të trashëguara nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së birit të Tij. Është kaq e lehtë të tregojmë indiferent ndaj asaj çfarë Jezusi ka bërë në kryq. Kur ndodh kështu, ne e shfuqizojmë vetveten nga e drejta për të marrë pasurinë e hirit të Zotit. Është edhe një rrugë tjetër me anë të së cilës ne e humbim hirin e Zotit. Ne e bëjmë këtë duke nënvlerësuar atë. Në qoftë se bjem në dëshpërime dhe themi, o Zot,
Ç'vlerë ka të përpiqe më tej? Unë nuk mund të eci më tutje, dhe as ti nuk mund të më ndihmosh dot. Ne kështu mohojmë hirin e Zotit. Dhe pikërisht në çaste të tilla, ne do të mund të zbulonim hirin e tij pasi bollëku i tij, jeta dhe fuqia e tij do të na gjendeshim pranë për të na shpëtuar. E pra, kjo është tragjike dhe e mëkatshme. Duhet të apohojmë se kërkesat dhe standardet e Krishtit janë ekstreme. Në fakt, ato janë të pamundura. Por Jezusi nuk na kërkon të jetojmë jetën e krishterë. Ai kërkon që ta lëmë atë ta jetojë atë jetë në ne. Nuk ju dha hir atij njeriu që e shihte veten të drejtë dhe lutej: "O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë." Por ju dha hir njeriu që qau, edhe tha: "O Perëndi, je i mëshirshëm ndaj meje mëkatarit." Mjaftueshmëria e plotë e Zotit Jezus Krisht kompenson atë që na mungon ne. Nuk mund ta fitojmë hirin e tij. Atë mund ta marrim vetëm nëse shkojmë duar bosh te kryqi. Pali na zbulon një të vërtetë të mahnitshme te Kolosianët kapitulli 2 vargjet 9 dhe 10. Sepse tek ai banon gjithë plotësia e hynisë. Dhe ju keni marrë plotësi në të, sepse ai është kreu i çdo principate e pushteti. Jemi të plot në të. A i kuptojmë ne këtë kur përpiqemi me të gjitha forcat për të krijuar një emër të madh për vete? A i kuptojmë këtë kur dikush nuk na kushton respektin apo vëmendjen e dur? Ndoshta ndihemi akoma më keq kur vuajmë nga persekutimi apo shëndeti i keq si pasojë e shërbimit ndaj Perëndisë. Apo brengosemi kur biem në burg për hir të drejtësisë. Planet tona dështojnë. Dëshmia jon nuk pranohet. Si ndihemi ne në këto raste? Ju jeni të plot në Krishtin. Plotësia jon nuk qëndron në Krishtin plus miqt, në Krishtin plus shërbesën, në Krishtin plus pozitën, në Krishtin plus të kthyerit të rinj në besim. Ne jemi të plot vetëm në Jezusin. Në të është e gjithë begatia, prandaj Jezusi është gjithçka që na nevojitet. Çdo gjë tjetër mund të na lërë në baltë. Jezusi kurrë nuk do të na lërë, e as nuk do të na braktisë. Cila do qoftë ajo gjë që mund të na dekurajojë, ne mund ta përsërisim bashkë me palin. Jezusi është i mjaftueshëm edhe për këtë. Ne nuk mundemi të vazhdojmë më tej dhe thjesht nuk ja dalim dot. Ne mund të kemi dëshirë të heqim dorë. Zoti po na kërkon shumë, por çdo herë ai mjafton. Ai na thot: "Ju jeni të plot në mua." Ne jemi pranuar nga Zoti në Krishtin, birin e tij të dashur. Secili nga ne kërkon pranim. Të gjithë dëshirojnë që të tjerët të na e kenë nevojën, të na pëlqejnë, të kujdesen për ne. Nëse presim të gjejmë bashkëshortin ose bashkëshorten ideale që do të na plotësojë këto nevoja, atëherë do të zhgënjehemi. Sepse as bashkëshorti apo bashkëshortja nuk mund t'i plotësojnë dëshirat tona më të thella, pasi jemi krijuar për Perëndin. Vetëm ai mund të arrijë deri në fund e të mbush atë boshllëk të thellë. Vetëm ai mund të na kënaqë. Ne jemi pranuar nga Perëndia tani. Nuk jemi pranuar nga ndonjë grup shoqëror, por nga Perëndia i pafund. Jemi pranuar jo prej virtytit ton të mangët, por prej hirit të Zotit të përsosur Jezus Krisht. Duke pasur këtë konfidencë, mund të themi se asgjë në lartësi apo në thellësi, në jetë ose në vdekje, e as në gjithë universin, nuk mund të na ndalë, sepse asgjë nuk mund t'i qëndrojë atij. Hiri i tij i bollshëm dhe verbues është i yni, në qoftë se ne do ta pranojmë atë.